e dobësuar, nxitja për bisedime do zvoglohet për Moskën. Duke ndërprerë ndihmën e SBA-s, Trump në thelb po I kërkon Ukrainës që të pajtohet me kushtet paraprakisht pa e ditur se cilat janë ato. Në fakt, unë jam dakord që kjo është një çështje taktike, sepse nuk mund ta paragjykojmë që presidenti Trump është një njeri që humbet betejat e tij. Do të thënë, vetë personaliteti I tij I fortë, njeriu që kërkon gjithmonë fitore, edhe çështjen e zgjidhjes së paqes. Ai s'ka kërkuar fitoren e Ukrainës, ai ka thënë mbaroj lufta. Si mbaron pastaj ai nuk ka bërë premtime. Në çdo betejë kërkon të jetë ai njeriu që fiton, këtë po them. Po unë e vazhdoj atje ku tha zoti Lubonja. Ajo që po thoja është sido që të mbaroj kjo luftë, edhe me Ukrainën e pakënaqur nga tryeza e negociatave të paqes, Trump mbetet I fituar gjithsesi. Jo, mirë, dakord. Po unë dua të them një gjë që zoti Lubonja e tha me dy fjali. Shikohet një luftë që po humbet, se po shikojmë nga dita në ditë që po merr Rusia territore, si I merr, a është agresor, sigurisht që është agresor, edhe ndaj një popullit pafajshëm, ka shkelur sovranitetin e tjera, dhe paqja është një element I mirë. Për këtë gjë ne duhet të themi që Trumpi po bën diçka të mirë. Edhe nuk e thot vetëm Lubonja, po intelektual të shquar kanë të njëjtin mendim. Pash Jeffrey Sachs, të njëjtin gjë. Nuk mund të sakrifikojmë jetët njerëzore në Ukrainë, ta përdorim Ukrainën si një luftë proxy, sepse ka lider të Europës perëndimore që mendojnë që të ruajnë hegemoninë e perëndimit duke zvogluar fuqinë e Rusisë me ndeshjen që bën një vend I pafajshëm dhe janë 1,5 milion veta që kanë humbur deri këtu jetën. Prandaj Trumpi nuk është nga ata njerëz që do t'i japi lëshime Rusisë për ta në dëm të Europës, sepse ka qenë I vetmi që kur liderat europian ose kanë dhënë helmeta si bëri Gjermania, 6.000 helmeta, ose kur vetë presidenti Biden kishte frikë jo qarë range raketash të çojmë në se mos mërziten rusët, apo francezët nuk donin të çonin teknologjinë e fundit, gjeneratat e fundit të aviacionit e tjerë, Trumpi çoi raketat Javelin, të cilët kthyen për një moment të gjithë ecurinë e frontit luftës duke shkatruar gjithë armatën sovjetike. Do me thënë, pika e kthesë lidhet me veprimin që ka bërë Trumpi në atë kohë, ishte fundi mandatit ti, që ndihmoi Ukrainën. Do me thënë, nuk ka paragjykim, ka një proces. Dhe këtu, duke plotësisht dakord me analizën që bëri zonja Xhulani, them që në lidhje me ndërprerjen e kësaj ndihme është ajo që tha profesor Milo. Do me thënë, është një çështje taktike. Trumpi, edhe në qoftë se Rusia do t'ia vonoj uljen në tryezë, sigurisht e ka bërë planin e tij. Është plan I cili edhe është zhvilluar. Për shembull, ka biseduar me Arabinë Saudite, me vendet arabe dhe ka thënë që është në interes që ju të rrisni prodhimin që të ulet çmimi I naftës, që është indirekt një goditje për Rusinë. E përgatit këtë që mund ta shkallëzojnë në të ardhmen. Në të dytën kanë thënë njerëzit, këshilltarët e tij, që neve do të kemi të gjitha llojet e presionit ndaj Rusisë, cilat janë këto. Do ta heqim nga SWIFT-i bankar, duke I vështirësuar mundësinë e tregtisë, gjë që e çon në kolaps. Jo, këto janë mjete, duhet të them, janë çështje taktike, sepse duhet kemi parasysh edhe mbaroj Eni. Ka shumë analistë që mendojnë që edhe lëvizja, do të themi, për mua ka qenë një hero, më ka frymëzuar Zelenski, nuk pranoi tikte e tje, por mënyrën e sjelljes në Shtëpinë e Bardhë e kam parë sigur ka qenë një bashkëbisedim me udhëheqësit europian, do më thënë, vajti Macroni, vajti Steinmeieri, I Britanisë vajti dhe ky. Dhe në një kohë që ishin gati të pranonin këtë gjë, e pezulloi këtë gjë. Prandaj, në këtë kuptim, Zelenski e vonoi këtë planin e paqes dhe sigurisht ky plan I paqes dolën dy, po nuk e pranoi, sepse tha që e para njerë, e para nuk pranoi të nënshkruante pas skandalit që u bën në Shtëpinë e Bardhë,
marrëveshjen për mineralet. Pas skandalit a ishte i gatshëm, po e nxorën jashtë. Ishte edhe u kthye prapë. Pas 3 ditësh tha, para 2 ditësh tha, unë jam gati të vete në Washington e të gjë shko. Por, edhe kjo, çështja e mineraleve, duke mbyllur kështu, çështja e mineraleve ishte garancia që Amerika jepte, por nuk e kuptuan, ose nuk donin ta kuptonin. Pse? Sepse mineralet nuk janë të depozituara ose në pjesën perëndimore, ku është qeveria Ukraina se ushtron pushtetin e saj tani pas pushtimit. Është kudo në Ukrainë. Dhe qenia e investimeve amerikane, gjë që e tha me shumë të drejtë edhe sekretari shteti Rubio, është një garanci që nuk do të preken, se Amerika nuk lejon një njeri që ta kapin ose ta burgosin në botë. Jo investimet miliarda Mirë, ajo mund të mbrojë investimet e veta, për shembull, po s'ka pse të mbrojë Ukrainën. Ai ka kontratë me Ukrainën, edhe po tien ato gjëra në hapësirat të cilat po ajo që kërkonte, ishte shumë ajo që kërkonte Zelenski, garancit që kërkonte. Ai përsëris her pas here garancit. Pse jo? Shiko, po nuk fute, e dikush ishte gabimi i Zelenski. Se Trumpi i tha që në fillim, presidenti Trump, tha, unë nuk jam palë si më konsideron, vërtet Amerika është pjesë e perëndimit, po në këtë iniciativë, unë jam njeriu që dua paqen, jam i baraslarguar nga dy anët, nuk jam. Zelenski i thoshte, ti e perëndimor, ti si që ke qënë tani do jesh me ne, prandaj bë këto gjëra që themi ne, edhe shkon biseda me Rusin. Nuk funksionon kështu. Ai ja tha disa herë, 20 minuta, edhe analistët e shtypit botror ishte shumë e qartë. Unë nuk jam palë në këtë rast. Unë jam ai që do të bëj procesin e paqes. Lëvonja, njerëzit e afërt me administratën e Trump sugjerojnë se përpara